Leximi i Kuranit. Kurani është fjala e Allahut, e zbritur në muajin e Ramazanit, në natën e Kadrit, e cila është në 10 netët e fundit të Ramazanit. Allahu i Madhëruar thot: muaji i Ramazan është ai në të cilin ka zbritur Kurani. Gjithashtu ka thënë: ne e kemi zbritur Kuranin në natën e Kadrit. Për të përfituar sa më shumë nga bereqeti i këtij muaji, kërkohet një përkushtim i veçantë ndaj Kuranit. Agjëruesi duhet të lexojë sa më shumë Kuran, duke ndërthurur ndërmjet agjërimit dhe leximit të Kuranit. Këtyre dy adhurimeve madhështore të cilat ja gjallërojnë jetën shpirtërore. Kurani gjatë muajit të Ramazanit është kënaqësi dhe freski për shpirtin dhe bëhet shkak për rritjen e besimit. Leximi i Kuranit gjatë muajit të Ramazanit shpërblehet me sevape të shumta. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: kush lexon një shkronjë nga libri i Allahut, fiton një sevap, shpërblim, dhe ky sevap i shumëfishohet 10 fish. Në ditën e gjykimit, Kurani do të ndërmjetësojë për lexuesit e tij. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: lexojeni Kuranin, sepse në ditën e gjykimit ai vjen si ndërmjetësues për ata që e lexojnë atë. O ti agjërues, muaji i Ramazanit është ndryshe nga muajt e tjerë për sa i përket Kuranit. Në Ramazan ne jetojmë më shumë me Kuranin. Kështu vepronin edhe të parët tanë të mirë, muslimanët e hershëm, Allahu i mëshiroft. El Ezved bin Yazid, Allahu i mëshiroft, gjatë muajit të Ramazanit e përfundonte leximin e Kuranit 15 herë, një herë në çdo 2 net. El Alkame, Allahu i mëshiroft, e përfundonte leximin e Kuranit një herë në çdo 5 ditë. Katade, Allahu i mëshiroft, e përfundonte leximin e Kuranit një herë në çdo 7 ditë. E kur hynin 10 ditët e fundit të Ramazanit, përpiqej shumë dhe e përfundonte leximin e tij edhe më shpesh se sa aq. Prandaj kërkohet nga agjëruesi që gjatë muajit të Ramazanit preokupohet për leximin e Kuranit, siç e kishte traditë i dërguari sallallahu alaihi wasallam. Ai sallallahu alaihi wasallam përsëriste Kuranin së bashku me Xhibrilin për çdo natë të Ramazanit. Nga se sa herë që njeriu e përsjat këtë Kuran madhështor dhe merr mësim nga përmbajtja e tij, atij do t'i arrijnë bekimet e Kuranit në jetën e tij, në veprat e tij, në besimet e tij dhe në të gjitha çështjet e tjera. Dikush mund të pyes, kush janë veprat më të mira gjatë ditës së Ramazanit? Sheikh Salih El Feuzani, Allahu e ruajt, vepra më e mirë gjatë ditës së Ramazanit është leximi i Kuranit. Allahu i Madhëruar thotë: ato ditë të numëruara janë muaji i Ramazanit, që në të filloi të shpallet Kurani. Prandaj themi se vepra më e mirë pas kryerjes së obligimeve është leximi i Kuranit.